krijohet një botë e re, që ne semi të dëgjeshëm që po krijohet, por ndodh. Me fjalë që nuk ka më rregulla loje, ka xhungull, dhe më i forti godet më të doptin, dhe pastaj mbasi e shpartallon, mbasi e përgjujnë atë, thotë që apo mi sa ishte puna, se unë provokova, ka gjithmonë një që quhet latinisht një casus belli, pra një arsye, një pretekst lufte, dhe lufta ndodh, masakra ndodh, vrasje ndodhin, dëmi ndodh dhe pastaj hidhen çik shërbet sipër dhe mundohet. Tani çfarë ndodh? Po ndodh që ne kemi të bëjmë ndoshta me një rikthim të psikozës luftës në Ballkan, një rikthim të fuqisë Putinit në Europë si partner në zgjidhjen e krizave të paktën me Trumpin, dhe nda del Vučić thotë që unë kam disa armë, kam blerë disa armë, Serbia, shteti serb, kam blerë disa armë speciale, shumë të rrezikshme, shumë efikase, të cilat do të jenë si balancë kundër aleancës Shqipëri, Kroaci dhe Kosovë. Qa është e vërteta dhe qa është gënjeshtra në këtë që? Enita, me që the që e kishe thelluar këtë temë. Po, Vučić në këtë kontekst të parregulash tashmë nuk ka pse mos përfitoj. Dhe efektivisht këto deklarata që po vinë të një pasnjëshme, kjo është e dyta tashmë me të njëjtin ritëm dhe formë kërcënimi pasiv aktualisht, vjen në një kontekst ku askush nuk e ka mendjen. Por që nuk mendoj që është i pakoordinuar, pikërisht me atë që është longamanu e Rusisë. Dora e gjatë. Dora e gjatë. Dhe sta lële e ta themi me këto fjalë. Jo, kjo është latinisht rejohet të situata. E cila mbështetje Vučić në mënyrë indirekte mund t'i hapi një dritare për të rimarrë atë që janë objektivat e tija territoriale, por dhe për të fituar në sajt e nacionalizmit një kredo politike që ai e ka shumë, jashtëzakonisht të lëkundur në brenda Serbisë. Por, duke patur besimi politik, por ka precedent, sepse kjo e drejta ndërkombëtare që po zhbëhet dhe po rikrijohet në forma të tjera, ka një precedent të një operacioni special që është ai i Rusisë, i shpallur dhe i deklaruar për zonën e Donbaskut në pjesën e Ukrainës, dhe të njëjtin pretekst, nëse do duam ta shohim në një këndvështrim rrezikshmërie për luftë, mund ta përdori realisht edhe Vučić me pjesën e Mitrovicës. Pra konteksti nuk është... Janë kushtet ndërkombëtare, thua ti, që... Mund t'ja lejojnë. Pra në rënien e piramidës së të drejtës ndërkombëtare mund bëhet... Mund të përfitohet, ka një dritare për të përfituar, sepse ju e thatë pak më herët, që në këto momente ku gjithë vëmendja, gjithë votës është përshëndruar për shumë arsye në lindjen e mesme, Rusia është duke avancuar dhe përfituar në mënyrë relativisht të shpejt terren. Pra, sepse është hequr totalisht vëmendja. Gaza është e vdekur, fatkeqësisht, dhe jemi në një situatë të re. Pse jo dhe një vatër tjetër?